Në këtë kuptim, kjo është edhe liri dhe domosdoshmëri. Është liri sepse nuk i vuri njëri pranë nga ta bëj atë, e zgjodhi vetëm çështje. As jam mësuar në shkollë, as jam mësuar në prindrit, as ja bën vetë detyrë, e zgjodhi vetë. Po që momenti që e ka zgjedhur, mendon se është i burgosur i asaj kause. I vetë burgosur i asaj kause. Sepse nuk mund ta braktis atë pa u ndjer, si thua, mohues i gjithçkaje të i gjithçkaje të vlefshme. Qytetari ka optimizëm të intelektit edhe pesimizëm të vullnetit, ndërkohë që militanti ka pesimizëm të intelektit edhe optimizëm të vullnetit. Qytetari mendon se ta njohësh problemin ose dish se lehtë. E ka gjithmonë një përgjigje të gatshme. Pse çështja është e thjeshtë. Kuptohet kollaj, palët dihet kush janë, edhe çfarë duhet të bësh. Për të ditur mjafton harta kognitive ideologjike, do të thotë mënyra e zakonshme e të menduarit. Po, prapse prap ai zgënjet se nuk i bën dot masat me vete. Domethënë, qytetari thotë, sa e lehtë është ta dish këtë gjë. Po pastaj zgënjet se si ka mundësi që gjithta njerëz nuk arrin ta kuptojnë. Si unë prandaj, ai ka optimizëm intelekti, pastaj ka pesimizëm vullnet, heq dorë shpejt nga masa. S'u kuptojnë tani. Kush e di sa tulët janë mendërisht, saqë një gjë kaq thjesht që duket si drita e diellit, nuk e kuptojnë edhe nuk e zbatojnë, se ndoshta le të themi qytetari mendon që ta artikulosh problemin është e mjaftueshme për ta mobilizuar tjetrin që ta zgjidh problemin. Edhe nuk arrin të kuptojë që dikush mund të mendojë që është i dhunuar, i sunduar, i shfrytzuar, por prapse prap mos ket pikën e vullnetit për ta transformuar situatën. Dhe qytetari nuk arrin ta kuptojë se nga lind kjo mungesë vullneti, nga lind ky lloj dëshpërimi social. Nga ana tjetër militanti mendon se nuk e di tamam. Nuk e di tamam si janë punët. Ama e sigurt është që përgjigjja sunduese, ideologjikisht sunduese është e rreme. Me qytetari di që punët nuk janë kështu si shpunafon të pushtetshëm. Kjo është e sigurt. Se si janë, duhet ta zbulojmë. Si janë mirë filli. Nga ana tjetër, ai kupton që e vërteta jo thjesht zbulohet, po edhe prodhohet duke kuptuar kushtet e prodhimit të saj. Çdo thot e vërtet prodhohet. E vërtet prodhohet pikërisht sepse e vërtet nuk është vetëm konstatim. Konstatim si shkojnë gjërat. Nëse vërtet do ishte vetëm konstatim, raporti me subjekt dhe objekt do ishte një raport të thënë pa ndryshueshmërie. Unë jam këtu, sot dis objekti është aty. Militanti e kupton që midis meje dhe objektit ka ndërmjetësi. Unë mund ta transformoj objektin. Dhe mund ta transformoj në disa mënyra. Prandaj Marx thoshte edhe, ku diun, arkitekti më i keq është është cilësisht i ndryshëm nga Milingona, të kjo si quhet kjo? Fisi Milingona, të janë kolonia Milingonave që ndërton, si quhen, shtëpit. Jo, folet. Ama ai nuk është idealist në kuptimin që ne mund të prodhojmë çfarë do të vërteta. Ne mund të prodhojmë një të vërtetë kushtuar, një realitet të kushtuar. Vërtet ne e bëjmë historinë, por nuk e bëjmë si të ishim në laborator. E bëjmë gjithmonë të rrënjosur disa kushte. Duke mbajtur mbi krye peshën e historisë. E fundit është qytetari është skeptik me Zot, militanti është besimtar pa Zot. Në kuptim tani qytetari është edhe skeptik, po edhe me Zot. Në kuptimin që për qytetarin Zoti ekziston. Jo Zoti në kuptimin teologjik fjalës, Zoti metaforik, Zoti në kuptimin që historia ka një drejtim. Historia ka marrë fund, siç thoshte Francis Fukuyama, domethënë ky sistemi shoqëror i fundit. Nuk kemi që transformojmë. Sigurisht brenda këtij mund të bëjmë ndryshime pozitive, por historia është këtu. Kështu që qytetari është skeptik nga çfarë do lloj transformimi sistemi shoqëror sundues. Pikërisht sepse Zoti mendon, Zoti i historive, hë të madhe, në ligjet e veta ka shkruar që kjo është shoqëria e fundit, por pasoj qytetari është skeptik ndaj çdo tentative për të sjellë një ndryshim radikal. Prandaj qytetari thotë moderoni, kërkoni gjëra të arritshme, po egzageruat, jo vetëm do fitoni, po fituat do ktheheni kriminal.
situata është e mbyllur, dhe pasi ktheheni si kriminal, do varfroni njerëz dhe njerëzit pastaj do ju linçojnë dhe do themelojnë prapë shoqërinë e vjetër. Kështu që pse të hym gjithë kësaj pune gjatë katastrofike ku në fund fare do kthehemi prapë aty ku ishim. Është e sigurt do kthehemi aty ku ishim, se ka një lloj determinizmi historik që nuk kemi nga t'ia mbajtur. Për në këtë kuptim, dhe këtë determinizëm historik e ruan kjo figurë transcendentale e historisë me hë të madhe. Nga ana tjetër, militanti është besimtar, po pa Zot. Pa Zot në kuptimin që militanti thotë që gjithmonë historia është e hapur. Historia nuk përfundon asnjëherë. Po pse është besimtar pastaj? Kur nuk ka ku besoj subjekte transcendentale, është besimtar sigurisht jo në fuqitë e pakufishme të vetes. Militant nuk është megaloman, prit historisë e erdha unë. Nuk është se ka besim të vetja në kuptimin e vete individuale, që unë dëshoj gjëra. Por ama militanti mendon se mund besohet tek njëri tjetri. Që të thotë, asgjë nuk është i garantuar. Gjithçka mund ndodhë. Por ama subjekti që mund ta sjellë në jetë të ren, nuk jam as unë vetëm, nuk është as secili prej nesh vetëm. Nuk janë as forca kështu strukturore të mëdha. Subjekti që mund ta sjellë ndryshimin është vetëm një subjekt kolektiv. Dhe te ky subjekt kolektiv, ose ky subjekt kolektiv, te ky subjekt kolektiv gjithçka është e mundur. Un kam shumë qejf të sjell her pas here edhe në momentin një mënyrën se si Slavoj Žižeku interpreton tek teologjinë e Thomas Münzerit, pastorit revolucionar gjerman të shekullit 16 dhe udhëheqës të kryeministrit fshatare gjermane. Münzeri thoshte që në qoftë se Zoti ju bën njeri, pse mos bëhet njeriu Zot? Tani ku e kish fjalën? Nuk ish fjalën tek megalomania e njeriu që do bëhet Zot, i thotë vetë Zot. Po ideja e Münzerit ishte që komuniteti, ai kishte parasysh fshatarët që kërkonin të ndërtonin një shoqëri të barabartë, ta punonin tokën bashkë kështu pra, komuniteti, fuqia e bashkimit e ka përcen çfarë do lloj kufiri që vendos rendi situatës. Kështu në këtë kuptim, njerëzimi i bashkuar është Zoti. Zoti në kuptimin e një fuqie përtej çdo gjëje që na merr mendja nga situata e tanishme. Dhe ndryshimet e mëdha historike, ndryshime që një ditë para se ndodhin, askujt s'e kishte prit mendja se ishin të pamundura, kanë ardhur vetëm si rezultat i subjekteve kolektive që kanë prodhuar një tillë energji transformuese, që pastaj ka habit dynjan, por më vonë janë normalizuar sepse ne i marrim si të mirëqenia. Shumë nga drejtat që ne vizojmë sot janë produkti i subjekteve kolektive të të shkuarës që kanë prodhuar transformime që deri në dje nuk ja merrte mendja askujt. Ato me seks nuk e them. Nuk e lexova se thash, në censuroj vetë se ja kam fut kopca bënde, kështu që Peshe ka. Degën. Tam se lem fund. Po, një pyetje. E çfarë ndodh në kushte, domethënë kur si fjala militant, si fjala qytetar, domethënë si fjala revolucion, si fjala domethënë shumë terma, domethënë përcaktuar që kanë fuqi të madhe politike, historike, sociale, domethënë, shpërdoren domethënë në mënyrën më të papërgjegjshme të mundshme, se sot domethënë nëse dalim ne themi dum revolucion, na hidhin një vet në fytyrë të kërku. Po, ama është këllë pranueshme kur dele thonë të Tirana, ne po revolucionarizojmë arsimin, ne po revolucionarizojmë këtë, ose kur thotë Lulzim Basha, që është kreu opozitës, që është domethënë nga oligarkët më të mëdhenj, unë jam këtu për me luftu oligarkët, domethënë. Në këto kushte, domethënë çdo fjalë që ta thush është tullumbac. Është tullumbac, domethënë se nuk e mbart më atë fuqinë e historikut vetë, për shembull. Se duket sigur në kohën në cilën jetojmë, do thonë gjithçka është e lejueshme dhe nuk ka si prag pamundësie, domethënë. Ti nuk mund gjesh dot sot
nuk e di se ku të prekësh, domethënë një fjalë e cila do të vinte në alarm ose do të vinte në rrezik, domethënë gjithë këtë rendin shoqëror ekzistues, domethënë ose një pikë ku ti mund të kapësh pas saj ti vesh në alarm, domethënë këto forcat qeverisë. Duke sikur në momentin i teksti ne po lavdërojmë veten edhe po kritikojmë të tjerët. Po i thashë militanti është figurë konceptuale, jo figurë empirike, domethënë ndoshta përveç Klod Lekës deri diku nuk është e njohur një militant tjetër. Kështu që të tjerët jemi kështu gjithmonë part-time, kështu që po nga ana tjetër qytetaria është moment, duhet parë si moment, duhet më parë si, domethënë duhet të suksesi i madh që njerëzit ka përcjellë individualitetin tyre edhe një ditë në javë. Në kushtet dëshpërimi social si hyni. Qytetaria është një arritje e jashtëzakonshme. Një ditë në javë t'ja përkushtosh i kauze publike, është shumë e rëndësishme dhe ndoshta kjo është rruga që në të ardhmen prodhojmë, le të themi, një lloj kështu militantizmi emancipues politik. Për sa i përket fjalëve që thua ti. Mirë the, fjalën vetë nuk janë të rrezikshme, rëndësi ka se në cili pozicion të thënit, le të themi, artikulohen. Kështu që një fjalë vetvete nuk është me do e mos subversive. Fjallën vetë nuk ka si tjetë subversive. Kuptimi i saj gjithmonë dhe të kontekstualizuar dhe të parë pozicionin nga i cili e. Ti mund kërkosh arsim publik falas edhe je subversiv i rrezikshëm. Ramu thotë do kthej Shqipërinë përmbys. E gjithë thonë është reformator. Jo revolucionar, është reformator sepse varet fjallën vetë nuk do thotë asgjë. Arin ky punëtori që zërton derën, është militant? Se do më thënë, kuptimin, ai duhet shoqërisë militante, kuptimin. Se ndoshta presim që punëtorët ta zërtojnë një ditë bukur, pa qenë fare militant, nga arma e fundit, në zërtojnë derën. Në një tjetër që të mos ta bëj prapë, nëse bim dakord që duhen militantët, nga do peshkohen, nga për shembull nga qytetarët që the që gradualisht mund të ketë një kalim nga 7 ditë në 6 punë një qytetar, pastaj ndoshta vjen një moment që se besoj kështu ndodh, nëse zbresim nga nocioni abstrakt, do vim tek individët, që na pëlqen gjithë pastaj, duam s'duam. Natyrisht në gjitha ato teza, herë mund ndihesh militant, herë qytetar, herë përzihesh, herë hipën, herë zbret, po ka një rrugtim. Dhe pyetja është kjo, pra nga militanti nga i ka shanse më të mëdha për të rrjedhur nga kjo rruga e qytetarisë, apo mund të rrjedhë direkt për shembull nga proletari, që ndoshta s'ka për të bërë kur qytetar. A është punëtori që bën grevë militant, jo me do e mos, po që greva të mos jetë vetëm një shkreptim, ka nevojë që në moment të transformohet militant. Punëtorët e fasonerisë që u ka ardhur shpirti më i hundës dhe në moment lën punën, sigurisht janë duke bërë një akt shumë guximshëm, por ama militantizmi ka një lloj nevojë të për një lloj vetdije kështu, thuaç universale, por ama në ato kushte mund të lindë midis tyre 2, 3, 4 punëtorë cilët e marrin përsipër të jenë katalizatorët e reagimit të mpasshëm, ose reagimi i parë mund të jetë spontan. Tani rrugët që thua ti për prodhimin e militantëve sigurisht që janë këto. Rruga më e thjeshtë kjo që po ham tjetër që është rruga që pak a shumë kush një hap më para, kush një hap më pas e i përdorur gjithë. Një lloj kështu avancimi në qytetari. Duket sikur militantizmi është qytetaria e përmbushur, është qytetaria e çuar në fundin e vet logjik. Kjo është rruga ngadalë evolucionare. Po nga ana tjetër, mos harroni që qytetaria është, ti thua, kemi punën tona, po ne kemi privilegjin disa për njerëz kemi punën tona. Që pastaj në kohë të lirë të bëjmë edhe qytetarin ose gjysmë militantin. Por ama të tjerë se kanë asë privilegj të kenë punë. Të tjerë mund të kriden direkt në subjekte militantë, nuk kanë asgjë për të humbur. Mund të jenë punëtor jo dhe ai se punëtori mund të jetë aty brenda në fabrikë, edhe punëtor pse jo. Të papunë ndoshta sepse ata janë më të përjashtuarit, më të dëshpëruar socialisht, po pikërisht sepse janë dëshpëruar mbase aty është dhe vështirë të ngrej
thua të ngrej kryen dhe njëri, po ne gjithmonë jemi diskutuar njëri tjetrin këtë subjektin e ri studentor, që është student, punëtor i papunë njëkohësisht. Është një subjekt i cili kur është në shkollë mund të bëjë një punë thjesht dhe të keq paguar, pra ma është e sigurt që pasi të mbaroj shkollën do jeti pa punë, kuptimin profesional të fjalës. Që në këtë kuptim, ky mund të jetë subjekt që duke mos pas asgjë për të humbur, duke mos pas punë e kështu me radhë, mund të jetë subjekt që është i angazhuar në mënyrë të përhershme. Në ta marrë fjallën? Bashkë të fjalla militant, tek ne përdorët për antarësinë e partisë. Jo vetëm parti që bën protesta, sa do banale mund t'jenë ato protesta, po thjesht për antarësinë përdoret militant e X partije. Po, edhe kështu. Bën militant qenësia në një kavuz apo antarësia thjesht në një çfarëdo partije. Në ligjërimin dominues, edhe në Shqipëri, militanti është ai i cili është fanatiku partijak. Po që njëkohësisht është edhe oportunist, sepse kur partia fiton zgjedhjet, këtu është ka çfarë të përfitoj. Kështu që unë prandaj një prej qëllimeve, qëllimi kryesor ka qenë të rikuperojmë ç'është e rikuperueshme nga vetë fjala. Do të thënë, përndryshe ne do na ajo që bezdis mua është që i përkushtuar i politik sot është vetëm një fundamentalist fetar. Edhe kjo maceron shumë, do të thënë. Edhe kjo është edhe magjepsja pasaj që ushtrojnë fundamentalistët fetarë të shtresat më të varfra të popullsisë. Për shikoni, ku jehon mesazhi fundamentalistit? Jeton të ata të cilët u ka ardhur shpirtin më të hundus, dhe që nuk gjejnë dot një gjuhë të përkushtuar tjetër që të jetë laike, të jetë emancipuese, edhe vetëm një gjuhë të përkushtuar që gjejnë është ajo fanatizmit fetar. Po lexoja ca disa sondazhe për zgjedhjet amerikane. Në Amerikë bëjnë sondazhe për gjithçka, bëjnë sondazhe jo vetëm mbi kandidatë që po garojnë tani për parti, po edhe nëse fiton njëri dhe çiftohet me tjetrin për garën presidente çfarë ndodh. Edhe në mënyrë interesante thoshte, sikur të ketë garë midis Donald Trumpit dhe Hillary Clinton. Fiton Donald Trumpi. Dhe Trumpi fitonte, sigurisht secili nga këta fitonte elektoratin stabilizuar të partive respektive. Po Trumpi fitonte nga që merrte pjesë më të madhe të pavarurve, domethënë të njerëzve të cilët nuk e kanë ndarë mendje nga ana partijake, të cilët nga ana tjetër, shumica e tyre janë njerëz thjesht varfër që nuk shkojnë të votojnë ose shkojnë nga herë të votuar. Nga ana tjetër, nëse Trumpi i vije përballë Bernie Sandersi, fitonte Sandersi. Sepse këta personazhe kalonin nga fanatizmi, populizmi reaksionar i djathës në një lloj, si thua, radikalizmi emancipues të smajtës thua Sandersit. Që në këtë kuptim ka një pakënaqësi të skajshme në shtresat gjera të popullsisë, që po nuk e korrën me përkushtim për kauza emancipuese, aty pastaj gjithmonë do ta korr një fanatik, një fashist, në qoftë se përballë fanatikut fetar me prerje fashiste vjen gjithmonë një mirë kollarisur që e ka hedhur terezi, që është gjysmë i korruptuar e kështu me radhë, nuk do të më habit pasaj sepse masat shkojnë tek ta. Shumë unë vrej këto debate që është në komuniteti, që ndodhin brenda komunitetit islam në Shqipëri. Dhe kjo më shqetëson. Hoxhallarët radikal, që janë kështu një këmbë në fundamentalistë, gjithmonë diskutojnë me këta të mirë kollarisurit, të mirë të edukuarit. Po këtu, kjo nuk është vetëm ndarje ideore dy sy, por është një ndarje klasore. Dhe unë e shoh që hoxha ekstremist, që i merrin qaf njerëzit, i merrin qaf jo për shkak të idesë që jep, sa për shkak të faktit që ai si ata. Ndërkohë që besimtari thjesht e di që ai që është kryet komuniteti musliman, vjedh në gjë, abuzon me pronat, është në shoqëri gjithmonë elitare dhe nuk lidhet me përvojën e tij të përditshme. Ndërkohë që si në islam, si në fe tjera, në historitë të tyre ka pas mjaft lëvizje nga poshtë, që kanë pas karakter emancipues, ka pas karakter si thua shfetar. Ku diu, në Turqi për shembull, ka sekte, domethënë grupime që janë politiko-fetare, islame, të cilat përpiqen të çifzojnë islamin me socializmin. Në Amerikën Latine për shembull ka pas
të ndikuar nga teologjia e shirimit, ka pas priftrin që merrnin Kalashnikovin krah dhe luftonin me fshatarët majtmaleve kundër shtypjes së shtetit, diktaturave, të pronarëve të mëdhenj tokave. Do të feja mund ta ketë dhe një potencial emancipues në momentin që prek kauzën sociale. Ndërkohë që situata e sotme është fataliste, pikërisht se duket që nuk përdoret fare potenciali emancipues edhe brenda lëvizjes fetare, ato kur janë radikale janë gjithmonë fanatike, dhe nga ana tjetër mungon një lloj përkushtimi serioz i të majtës. I përkushtuari gjithmonë i bie të jetë një lloj fanatiku fetar. Dhe nuk ka qenë kur shumë, nuk ka qenë gjithmonë shumë histori. Ju thatë në fillim të diskutimit që militimi nuk është domosdoshmërisht një organizatë politike dhe një shembull konkret mund të jetë edhe militimi i një sindikat. Unë gjykoj që militimi i një sindikat shpesh herë është në të njëjtën llogore me kauzat qytetare. Dhe desha t'ju pyes, a është, domethënë, përfshirja në një sindikat, vazhdimësia e një grupi qytetarësh në kauzat që ata besojnë dhe për ta çuar çështjen në rastin konkret në terrenin shqiptar. Pse sindikatat dështojnë jashtëzakonisht kaq shumë? Dhe me sa mbaj mendun unë përpoq që të kujtohem, mbaj mend vetëm 2004 kur sindikata e arsimtarëve kërkoi rritje rrogash, vetëm atëherë ka një fitore të sindikatës, me sa mbaj mend. Pse ky dështim kaq i madh? Dhe është ky ndoshta modeli ideal një militanti përfshirja në një sindikat, meqenëse edhe qytetari dhe sindikalisti kërkon rritje të drejtash në përgjithësi, ose zgjidhje kauzash. Mund të jetë pjesërisht ashtu. Vetëm përbashkëta dhe dallimet e një militanti sindikalist me një kauzë qytetare. Di çfarë problemi ka me sindikatën, edhe nëse është sindikat serioze, është që është gjithmonë sektoriale, që i thret punëtorit vetëm si një subjekt i cili duhet të avancojë drejt atij si punëtor, të ketë pagë më të lartë, përmirëson gjithë kushtet e punës së kështu me. Që është shumë e rëndësishme. Por sindikalizmi përmbushet vetëm atëherë kur punëtori e zgjeron horizontin e vet përtej dimensionit të posaçëm si punëtor, i lidh marrëdhëniet e tij brenda vendit punës, edhe marrëdhënie tjera që e prekin atë përtej dhe në shoqëri. Por është një hallë e rëndësishme, është një fazë. Tani pse nuk ka sindikalizëm në Shqipëri është pyetje shumë e rëndësishme, shumë pak e luvruar, dhe ndoshta edhe vështirë për të dhënë përgjigje, po ndoshta një nga arsyet është se shpërbërja e këtij indit social të punëtorisë shqiptare. Gjithë ky proces shkatërrimi industrial. Çfarë ka prodhuar Shqipëria? Ka prodhuar që, ku di unë, 1/3 ndoshta e fuqisë punëtore të emigrojë. Që s'ka sindikalizëm të ketë kur ata janë andej. Të ketë papunësi të lartë. Dhe papunësia është kompensuar me format vetë punësimit ose punësimit në sipërmarrje gati vogla gjysmë familjare. Në këtë kuptim, kontradiktat klasore aty shuhen. Do të thënë, nëse pronari është daja, që ka fitim 1 milion lekë gjysmë, edhe të jep ty 250.000 lekë rrogë, është vështirë të kontradiksion klasore aty. Është vështirë të operosh me logjikë pastë klasore aty brenda. Janë shumë pranë njerëzit me njëri tjetrin, janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, edhe janë gati në një tavë, domethënë. Ai çdo ditë mund të falimentojë dhe përfundoni bashkë pastaj si punëtor tek daja tjetër. Gjithë bashkë. Edhe shumica e shqiptarëve punojnë nëpër ose s'punojnë fare, kanë punë, ose punojnë në sirmare kështu fare të vogla, familjare kështu. Kështu që ata që janë pastaj në punë, në marrëdhënie shfrytëzimi drejt për drejt, fasonerie kështu më radhë. Ata janë gjithmonë të kërcënuar nga fakti që për çdo ngritje koke dalin prej pune se ka 10 papunë gatshëm për i zëvendësuar ata. Aty ku papunësia është e lartë, sindikalizmi gjithmonë është nivelet në nivele minimale fare. Dhe madje ti përmendje shumë mirë në 2004 në sindikatën e arsimtarëve të lartë, se u bë greva e pedagogëve të universitetit. Edhe shkollës mesme kanë qenë të dyja. U bën dy abasfu? Kanë qenë njëra mbas tjetrës. Okej, mund të kenë qenë në kohë. Po xhelozën duket e kërkoi. Okej, unë mbaj mend këtë të pedagogëve të universitetit, u fitua si kaos. Tani shiko, cili subjekt ka mundësinë bëj grevë? Midis punonjësve,
pedagogët universitet janë privilegjuar. Janë me status sigurt pune, ose më të sigurt se të tjerë. Janë në punësa shtetërore, po ndryshe nga gjithë në punësat e tjera shtetërore kanë një status më të garantuar ligjor. Sepse dekanin e zgjedhin vet, rektorin e zgjedhin vet, pavarësisht hallizhverisheve që bëhen, kanë një lloj autonomie nga ministri apo kryeministri që vjen. Kanë paga të larta, shumica dërmuese e tyre punojnë jashtëzakonisht pak. Që thotë u kushton ora e punës si u thjen VIP-a. Kanë status shoqëror. Të lartë, që edhe kur ndeshe me dikën, ai që kërkon t'i kundërshtojë, edhe polici do t'i arrestojë apo do t'i rra, po i tha njëri që është pedagog, tërhiqet shkollë të kapi njëri të shkret aty, pedagog tjetër. Shiko, këta që ngrin krye nuk janë më të shtypurit apo të shfrytzuar. Sigurisht, problemi i tyre mund të jetë i drejtë, por pësojnë një padrejtësi. Po të kishin pësuar padrejtësi radikale, do ishin aq dobët, aq dëshpëruar, se s'do kishin mundësi të ngrenin kohë. Ata që ngrenin kohë, që kanë ende mundësi të ngrenin kohë, janë ata të cilët mund të jenë disi të shfrytzuar, por prapë se prapë janë edhe të sigurt. Pra e kanë më kollaj pedagogët e universitetit se punëtorët e fasonerisë, që organizohen sindikat, bëjnë greve kështu. Megjithëse punëtorët e fasonerisë, ku di unë, e psojnë shumë herë më keq se sa unë me Janin që jemi në universitet.